Ndonë se në ligj parashikoi që nuk do të kishte kontrolle nga tatimet, udhëzimi i pagjes fiskale i botuar tashmë në fletoren zyrtare sjell disa ndryshime krahasuar me draftimin fillestar të ligjit. Mund të përmend dy nga këto. Fakti që për shembull në qoftë se ligji thoshte që në atë periudhë unë nuk do të kontrolloj më, në udhëzim është cilësuar që nuk do të kontrolloj për atë çështje të cilët ti po bën aplikimin e marrëveshjes. Një çështje tjetër është që një kufizim tjetër, një ngushtim tjetër është që marrëveshja nuk zbatohet për subjektet të cilat kanë qarkullimin nën 40 milion lekë të reja. Sipas shembullit të parashikuar në udhëzim, mbi fitimin e vitit paraardhës do të shtohet një margj prej 18% për vitin pasardhës dhe çdo fitim që kalon këtë prag do të tatohet me vetëm 5%. E thëndryshe, nëse një biznes që aplikon për marrëveshjen ka deklaruar 5 milion lekë fitim, atëherë deri në 18% shtesë të vlerës së vitit të kaluar, subjekti do të tatohet me 15%. Ndërsa mbi këtë prag vetëm me 5% në këmbim që tatimet të mos ushtrojnë kontroll për këtë pjesë. Pse më shumë e kemi. Pra, në fakt marrëveshja nxit pagesën e detyrimeve shtesë. Ne duhet kuptojmë që çdo biznes ka teorikisht edhe pa marrëveshjen të drejtë të rideklarojë pasqyrat e saj dhe të paguajë të gjithë detyrimet së bashku me penalitetet përkatëse. Në këtë aspekt marrëveshja e pagjes fiskale duhet kuptuar si një lehtësi. Pra, nuk e paguan më me 15%, por e paguan me 5%. Sipas ekspertëve, numri i subjekteve që pritet të aplikojnë për të përfituar nga kjo marrëveshje do të jetë i lartë, pasi në teori shumica e bizneseve kanë kryer evazion fiskal. Marrëveshja e pagjes fiskale teknikisht mund të prekë, unë nuk dua të them 100% të bizneseve, por prek 99% të bizneseve. 99% e bizneseve në Shqipëri, për hir të një arsye objektive ose subjektive, kanë bërë një evazion fiskal. Dhe këtë ne mund ta vëmë re për shkak tek llogaria ortak që ata kanë. Është një detaj teknik në fakt për dëgjuesit, por llogaria ortak është në fakt gjithçka që ka ndodhur nga paraja e pa legalizuar, e akumuluar aty në atë moment. Kur u përfol për herë të parë, paqja fiskale solli debat në opinionin publik dhe rekomandime nga ndërkombëtarët, pasi shihet si një instrument që mund të përdoret edhe për legalizimin e parave informale në vend.